Djem familjen time përgatitëm byrekun me lek dhe leku më ra mua. Nuk e bëra me hile, ju premtoj. Ky byrek bëhet me 12 lakra të egra, pra me jeshillishe dhe brenda byrekut vendoset një monedhë. Dhe në fund fare, pasi është pjekur byreku, secili pjesëtar i familjes zgjedh një pjesë nga byreku dhe ai pjesëtar që i qellon monedha do të ketë fat. Me fat apo pa fat, ky byreku doli shumë i mirë dhe hajde t'ju tregoj se si e përgatita unë bashkë me nanën time. Ndërkohë që gjysha ime po merret me pastrimin dhe larjen e barishteve, unë doja t'ju thoja që shumë për jush që shikoni këto videot e mia i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Gjysha ime i ka bërë gati 12 barishtet, i ka prerë dhe tani po i skuqim me pak vaj ulliri dhe një gotë ujë që t'i shuajmë. Unë me të vërtet gatuaj vetë për veten time, po si dora e gjyshes nuk ka dhe mezi pres kur vin Shqipëri të hajnë nga dora e gjyshes. E lyejm tavën me vaj dhe këto herë byrekun do ta përgatisim me këto petët e thata të gatshme. Pasi gjysha ka vendosur një shtresë me peta poshtë, i lagim me ujin e barishteve dhe pastaj vendosim lakrat. Do sigurohemi mirë që ta mbushim të gjithë byrekun. I vendosim dhe disa peta sipër dhe e lyem me vaj, por ne këtu patëm harruar që do të vendosim edhe monedhën, kishim harruar të fusim 1000 lekshin, kështu që e marrim lekun, e mbështellim me letër alumini dhe e fusim në byrek. Kjo është një nga festat tona të preferuara sepse kur vjen dita për të bërë byrekun me lek, mblidhemi të gjithë si familje dhe e përgatisim byrekun të gjithë bashkë. Madje edhe për ata pjesëtar të familjes të cilët jetojnë jashtë shtetit, i marrim me kamerë dhe ata e zgjedhin pjesën e tyre të byrekut me telefon. Ne këtu kemi bërë 3 tepsia me byrek sepse jemi familje shumë e madhe. Kemi përdorur 3 monedha nga një monedhë për secilin byrek. 2 tepsiat e para i përgatiti nana ime, ndërsa të tretën thash do ta përgatis vetë. Byrek kam bërë dhe unë, por nuk ka dalë asnjëherë kaq i mirë sa ky. I hedhim dhe pak vaj ulliri dhe pastaj vendosim petet e tjera sipër. Dhe po e ktheva kokën që të mos shikoja se ku e kisha vendosur monedhën në byrek. E përfundojmë duke hedhur sërish vaj ulliri përsipër dhe pastaj vendosim në furrë për 20 minuta në 220-250 gradë. Pasi byreku ka dalë nga furra, e spërkasim me pak ujë dhe e mbulojmë që të mpikset për 50 minuta. Tani ishte momenti i së vërtetës se cili pjesëtar i familjes do të zgjidhte një pjesë byreku dhe do të shikonim se kujt i kishte rënë monedha. Dhe nuk ishte si të shkonte ndryshe, monedha do të më qellonte mua. Ky byrek doli vërtet shumë i mirë, ju sugjeroj ta bëni dhe ju. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, bashkë do shihemi në videon tjetër. Ciao.